Anton Qeta, i njeri, na ka ndihmu. Pra në garat federative të fundit ku ka marrë pjesë, ai ka qenë zhiri nga ana e Kosovës në nivel federativ dhe unë ka ra që një dhomë me ta me nej dikun nga 14 ditë në Vili Kaplan, profesorin Anton Qeta, i cili vazhdimisht të mundën ke mu mushtru, mu masim në mënyrë që me ko maj mirë nga gara federative, për asyë se recitimi ishte Shqip. Cilë vend e zërve? Dikun në ndër vendet e para, në Jugoslavi, e kom zonë, për asyë se kish aktorë të ndryshëm e tjera, po falë punës sistematike edhe të pedagogë të Zetit, po edhe aktorëve të Kosovës, Anton Qetës e tjera, une në zona një ndër vendet e para në ish Jugoslavi, atër si kadet, do të të dikun moshën 17 vjeqare. Apo na reciton diçka, kishte kërkesë e imja dhe zotit Nureddin. Një aty vargje. Po. O si nuk kam një grusht të fort, ti vi mu në zemër maljet që zbezan. Ta di edhe ai se çdo të thot i dobet në agoni të përtrinjet si vigan i braun. Unë, lugat, si hije të razume, ta shëgjimtar i vujtjes dhe durimit, ende mbi bark të malit me ujtë zgjume dhe me klithat pak nashrat institit. Mali hesht, dhe në hesht i qesh, e unë në vuaj, e në vujtje vdes, po unë e kur kam për të qesh, apo ndoshta duhet ma parë të vdes, o si nuk kam një grusht të fuqishëm, malit që hesht, mu në zemër mja njesh. Ta shof se si dridh nga grusht i palitshëm, e unë të knaqem të uqesh. Falinderit shumë, shumë falinderit. E kemi knatësin që e kemi në emisionin ton pikrisht këto vargje. E djora tash kështu shumë serioze recitoj këtë, po tash do të një anekdotë kështu komike ti, do mos dëshmëri ta tregoj. Hajde. Mëse. Ja, po. Jo, pra mos ta ngushto. Jo, se i kum thonë që... Tani me fillu unë me tregu për ty? Jo. Jo, po. Jo, ti më tregu. Unë e mora tash, ashtu. Te kishim pas ndonjë salt madhe për sporte, zotrin Nureddin e pas këm pas për sporte. Jo, vetëm deshta edhe pak nur. Koha më kujtuat atëherë në Veli Kaplan, do të thotë ka qenë kryetari i kuvendit atëherë, ky ish Jugosllavis. Duket ka qenë një Dragoslav Marković as di, që shkruajshi. Në natën finale. Dhe aty unë shqip kom recitu, por paraprakisht rezumen e bëshin gjuhën serbe në mënyrë me kuptu tjertë çfarë recitimi. Po në bazë tonalitetit zonit, ngritjes, uljes, zërit, aktorët e marrin vesh se çfarë recitatori je, ose çfarë aktori je. S'ke nevojë gjuhën me ditë tyne, po vetëm shprehunit, tonalitetit zonit, lëvizjes e tjera, ata din se a jenë në rregull ajo si aktor. Prandaj unë jom kohë i kënaqur që në atë mbrëmje kom triumfu. Si për Kosovës, si shqiptar, si kadet i shkollës policisë për herë parë, një shkollë që është ndonë nga, do të thotë nga Serbia atëherë, se kemi qenë kuadër Serbisë, dhe kualitetet tona kanë qenë jo të në recitime, në grupe dramatike, po edhe në judo, jiu-jitsu kemi qenë, edhe kemi pas kandidat aty me renome europiane, judos dhe jiu-jitsus. Kemi qenë nën kampione evropiane, prandaj vazhdimisht jemi mburë me atë shkollë. Edhe gjithë kuadrat e asaj shkolle, sot i ki kuadrat të policisë, i ki kuadrat udhëheqësa të institucioneve e tjera të cilët kanë kalu prej policisë në institucionet tona. Mos e them me emën, ki edhe ministra, ki edhe drejtorat policisë, ki deputet, ki të cilët kanë qenë në atë shkollë policisë, por kuadrat të afta të cilët janë aftësu nga profesorët e Universitetit Prishtinës. Të atëherë që kanë dhënë mësim aty, prandaj i falenderoj gjithë për angazhimin e tyre, për kuadrat që i kanë qitë ata, për arsye se edhe në momentet e caktuara në vitin 1990, të gjitha këto kuadra të cilët kanë dhënë mësim, ditën me thonë jo Serbisë, jo ndryshimeve kushtetuese, dhe ditën me ngrit dhe me armatos edhe kadetet atëhershëm të asoj shkolle, që në momentet e caktuara edhe ata të jenë krah për krah me profesorët e tyre, ku ajo akademi pastaj u mbyll për shkak të asaj se
plan programet ishin të Serbisë, erën të Serbisë. Mosat e dhënshme, edhe mosat e dhënshme e tjera vazhduan, prandaj u detyruam në 90-ën me shu akademinë, mu mbyll akademia policore, për arsye se na i prun programet në gjuhë serbe, për shembull gjuhë shqipe, autorët për shembull gjuhëtar mas shqip, na hjeken për plan programeve, prandaj ke pa mundshme me jetu më, me ekzistu më me kushtet e rrethanat e dhënshme të tilla.